E kisha lënë me donën, po nuk po vjen. Nuk po vjen dona? Diçka do i ketë ndodhur, nuk ka mundësi, ajo është punktuale. E dua. E do ti donën. E do donën ti. Po nuk e di unë ku është, ta kërkojmë. Hajde ta kërkojmë, pra hajde. Hajde ta kërkojmë, hajde. E të mërshme, a? Jo, kjo nuk durohet. E të mërshme. Nuk durohet fare. Alo, policia? Ju lutem, kanë grabitur, kanë marrë çantën. Po, ata qenër. Alo, po, më kanë marrë. Hajde. Ku ke çantën? Të morën telefon. Ku ke çantën? Unë të morën telefon. Zoti madh. Fal. Pam. Fafi. Afrojë, me s'kini fri. Pam. Gjan. Shefi, në rrë, se fortave në rrë, shpejt në shërbimin tuaj. Ju lutem, mund të më thoni, si ju a vodhën qenin? E të mërshme, kush ta që më vodhën qenin? Jo qenin, jo, çantën, më vodhën çantën, po. Sa kesh po m'vika. Po mirë, sa veta ishin, mi thua që sa veta ishin? Ata në fakt ishin 4 veta, po. Kurse njëri po i priste në kamion se ishte shoferi. Po, si kishin emrat? Tani nuk jam shumë e sigurt, por njërin e quanin Palli. Pal apo Palli? Palli, me theksi ke rëja. Tani nuk jam shumë e sigurt, po dëgjova njërin që i thoshte, shpejt o Pall, shpejt, se po vjen policia. Qa raci ishte qeni? Maskull apo femër? E të mërshme, ma vri me boj. Jo qeni, jo çanta, më kanë grabitur çantën. Pse fiksohet qeni? Se mor vesh, shumë nuk e di pse. Po mirë, ju ku po shkonin ato momente? Ua, të lutem, kisha dal nga liçeni të bëja një xhiro çantës. Ha? Nga liçeni të bëja një xhiro çantës. O, shike, me frym tëllë. Me frym. Merë me hund, nxirë me gojë. Merë me hund, baj frymën. Atere, le të bëj një rezume se duhet ta plotësojmë proces verbalin. Shpejt, se nuk ti ke një qenë, e quajnë çanta, raca ma vri me boj, 3 veta plus një pall të morën qenin, ha? E të mërshme, ma vri me boj. Jo, vetëm kjo, po gjithë polica të përgjithsi ma vri me boj. Të lutem, a mund të flas me kolegun tënë patron, si a shpjegoj me qartë? Jo, është e jashtëligjshme dhe pastaj shumë i trash, shumë i trash. Ka për t'i boj lëmsh, ne? Kene ekspertit. Kuptaj. Ate, vazhdojmë qik me përqysh verbali. Emrin? Dona, 21 vjeç, single. Gjohem, Kol Frakushi, në thrasin edhe Doniku. Reste 3 vjetave, i martuar dy fëmijë, po në herë dalë dhe offline. Që thoni për një kafe, pika? Më raftë, pika, do kafe ti? Po më gjej njërë çantën se ta japun. Më gjej çantën se kam brënda dhe kafen dhe çanta, ha të betohem. Shpejt, do t'u matë çanta ime ku është. Po 24 minuta. Po shut kërpulla, si më gjën. Kapriqozi këtu, pa? Qetu? Si është çanta? Çanta është një me viza po qelë të kuqe kafe, ka dhe ca ciklamina, ka dhe një të shëndisur me dë, që është Doninka, ke parasysh? Dona. Një sekund. Është me viza, shumë e thjeshtë, është me viza të kuqe roz, barda, blu, ka dhe ciklamina, ka dhe një të shëndisur që ka shkruar një dë, kupton? Dhe pastaj është çanta ime se mbaj vetëm unë dorë, po. Ajo, është çantë jashtërie. Çfarë deshe ti? Çantën time, pra! E do ti! E do ti! Ta jep Doniku ty!
Kujdes se duhet ta kontrollojmë forcat e rendit tjerë, pastaj ta prekësh shi. Do të thashë jo, të kujdes. Vëri me baj. Avash, preke me kujdes, ha? Po prandaj e kanë qenë 4 veta që ta kanë vjedhur. Ma vëri me boj, o zot, jeta ime, dashëria ime, si jetova më aty 24 minuta e 54 sekonda, të lutem. Wow, zot. Fal. Ju po e flisi çantën si me qenjërim, O, të lutem, Mos është qenja aty brenda, hapë ti! Se u mërë fryma. Të lutem, ma vëri me boj qënë ke pak. Në fakt, Dona nuk jeton dot pa çantën fare. Të shpjegoj unë ty, ti jeton dot pa pistoletën? Tashi, qa jam prej hekri, s'ka problem, po atë pistoletën nevojshme. Gjithsesi, që nga shumë i lezetshëm, ë? Shumë faleminderit. Ma më rapë pika, do kashe ti, e do ti, e do, ta jep Dona ty. Por, me një kusht të vogël, sot e kam pak fare me nxitim, po ikim. Kontroll rutin, ngrit duhet hap komët, fejt! Qojqallë! Po të lutem, Habi komën, të distancë, habi... Mos shif për të. Qofim qa ke këtu. Minimumit të gjërave të domosdoshme, të lutem. Prap kapriqozi këtu, gjo. E gjetëm hajdutin e supermarketin në autostradë. E gjetëm hajdutin bashkë me mallat që kanë morë me vete. Sillni një kamion për t'i fut mrena. Hajde, qa, but. A mundi marrë të lutem? Lutem.